Këtu doli Novka për herë të parë Zeka? 84. 84. Pse Zeka? Po, kur jam antarësu atëherë mas daljes nga burgu në OMLK, por organizata atëherë që e kem pas, më ka marrë në trajtim, më kanë qenë një vend, kom në desa, më kanë thonë tash duhet me ndrru vend. Këtu doli Novka për herë të parë Zeka? 84. 84. Pse Zeka? Po, kur jam antarësu atëherë mas daljes nga burgu në OMLK, takimet e para i kam pas me Skënder Luzhën, pastaj kanë ardhur Ilmir Reqica dhe Gjabir Morina, dhe pas dhënies betimit, kanë thonë që duhet me marrë dhe një pseudonim. Por e zgjodha pseudonimin Bujar Zeka, po ai Ilmia ju kish përzi Bujari me Zekën dhe meti veç Zeka. Zeka mbeti. Nuk ka qenë pseudonim, mendoj, ka qenë për atëherë por Zeka ka qenë emën. Qartë. Për mu, me Zeka më kanë thirrë krejt për një 15 vjet, kur Gjavec më ka thirrë. Sa herë është organizuar atentat ndaj juve? Nëse nuk gaboj, zoti Haliti, një atentat ka qenë edhe në Aktash, këtu në Prishtinë.